Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, gjithsesi Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, ka bërë të ditur se janë shqiptuar 18 gjoba ndaj Kecit, në vlerë totale prej 90.000 eurosh, për shkak se për 18 njësor të verifikuar, është konstatuar se kishte skaduar afati i vlefshmërisë. Gjatë prillit 2026, Minti ka vazhduar me verifikimin e ankesave të konsumatorëve në lidhje me parregullësitë në njësorët elektrik, ndërkaq komisioni ad hoc i themeluar për këtë problematik ka pranuar 574 ankesa nga konsumatorët për parregullësi në njësorët elektrik, kryesisht për devijime në orë dhe datë. Nga verifikimet, 54 njësor janë tërhequr nga 7 rajonet të Kosovës dhe janë testuar në AMK, ku në 38 prej tyre janë gjetur devijime kohore, ndërsa 18 kishin afat të skaduar. Rastet janë dërguar në KESCO, nga e cila kërkohet kompensimi menjëhershëm për konsumatorët e dëmtuar. Raportet e komisionit do t'i dorëzohen organeve të drejtësisë për procedura hetimore. Minti njofton se gjatë majit do të vazhdojë verifikimet, trajtimin e ankesave dhe shqiptimin e gjobave. Qytetarët inkurajohen të paraqesin ankesat me dëshmi përmes Viber në numër +33 46 311 000 dhe emaili zyrtar konsumatori@rksvizgov.net.